Ky është rasti më i përdorshëm në policinë e shtetit edhe sot e kësaj dite. Nëse ka një histori ku mund t'i jap të drejtë, Spakut edhe shefit Spak, i cili thotë që policia është e korruptuar, është pikërisht në këtë drejtim. Policia bën gjithçka, policia prish provat, policia sajon, policia. Por edhe faktin kur e themi polici, duhet kemi parasysh që janë segmente të caktuara, të korruptuara. Organizata e policisë është me 12.000 antarë dhe nuk mund të përgjithsojmë dot 12.000 antarët e policisë së Shqipërisë. Se nuk mund ta barazojmë ne një inspektor krimesh në Durrës apo në Laç që e hyp dhe drogën në makinë dhe e çon për transport me një inspektor i cili ruan dhe pyet në përmet. Se to ishte fyerje për emrin dhe për organizatën dhe për të qenë korrekt me fjalën. Pra, Spak kur thot që se policia e shtetit e tjera nuk është, po jo më zotëri, nuk flitesh. Unë nuk kam qef kur thuhet që media është e korruptuar. Sepse jam pjesë e medias, dhe më dhëm. Unë doja nga ai që do i shigjetonte median, të thoshte që 1, 2, 3, 4 janë të korruptuar. Mos më fut dhe mua në këtë pjesë. Ashtu si unë nuk do ta bëja kur një gabim të tillë dhe të thosha që policia e shtetit është e korruptuar. Nuk mund të janë 12.000 policë korruptuar. A janë 10 shefa, me gjithë 20 inspektor, a janë 200, a janë 300, unë këtë nuk e di. Se nuk jam unë njeriu që kam të drejtën për të ulëmtuar miskaj dhe enkroçat të gjithë krimit të organizuar në këtë vend. Ama unë kam të drejtën, t'i them Spak në çdo moment, i qej pak dhe largohi nga policia e shtetit. Këta individ. Por ajo që thua ti, kjo është e vjetër, ka shumë vite që ndodh në Shqipëri. Njerëzit dhe rasti është 2020 ose që është për kërkesa, pavarësisht se doli tani përgjigje nga SkyCC. Ekziston prej shumë vitesh, thyerja, ajo është sidomos se ka një gjë, shiko. Armbajtja paleje është ajo ku kryen më shumë korrupsione midis individëve. Armbajtja paleje është e tillë. Nëse ty të kapet një armë, paleje në shtëpi, ti ke një tjetër dënimin minimal. Pra ti e ke atë si lloj forme ndihme, lloj forme mbrojtje për. Nëse të kapet në lëvizje, dënimi është maksimal. Pra nëse ti udhton me një armë në automjet, do të thotë që ti je i gatshëm të kryesh vrasje. Dhe kjo është provë materiale për t'i thënë gjykatës që se ka armbajtje paleje nga 3 deri në 7 vjet. Pra nuk mund t'ja japësh 3, do t'i japësh 7 vjeçin. Kur ai është me një fishek në fole edhe është me një armë në lëvizje. Gati për qitje. Se është gati për qitje. Kjo është ajo që i ndryshon gjërat në të gjithë logjikën. Dhe çfarë bën? Thyrje e gjilpërës e shpëton? Po. Po, se është e pavlefshme, nuk quhet me armë. Nuk quhet me armë. Në rastin konkret pse ka dalë? Si ta mbaj gjykata atë? Ai thotë kishte një pistolet pa gjilpër, pa gjë, nuk i bëj dëm njeriu. Të është njësoj si kur ti tani të më falesh mua një gjysmë automatiku që e ke këtu, po që është automatik, që nuk e kam se mos na ke kuptojnë. Mirë, një gjysmë automatiku ta marr me veten të më arrestojnë për mbajtje paleje, po për çfarë? Ajo vërtet është një automatik, po as nuk bën qitje, as nuk bën gjë, është thjesht një relike. Dhe për relike njeriu nuk mund të arrestohet. Dhe në momentin mund të jetë arrestuar me një pistolet e cila është me fishek në fole, kur ti i thyen gjilpërën, shkon përpara se të shkojë në laborator. Se po vajti në laborator është e certifikuar, nuk ke çaj. Ka diçka, mikun të kërkonit te laboratori. Përpara se ta futin në laborator. E thyen ai. E thyen përpara. Po mirë, sigurisht, pastaj po fut te laboratori, po e futin në laborator ai. Nuk e nxjerr dot laboratori që nuk ja thyen dot pas ekspertizët e laboratorit. Përpara se të hyj. Atëherë, si më thonë në cila është gjëja më e rëndësishme në politikën penale. Mjeku ligjor, atë që ne vuajmë prej vitesh. Çfarë vuajnë këtu sokë? Po s'ka, mjeku ligjor i ka gjitha në dorë. Kaq. Eksperti mjeku ligjor që thënë. Mjeku ligjor mund ta kesh vrarë ti me thik, po tha e vrave me tull, ti nuk dënohesh për vrasje me paramendim. Dënohesh për vrasje
nga pakujdesia, se e ke gjuajtur me tull. Mjeku ligjor ka çdo gjë. Kemi pasur raste Sokol. Atëherë do të thosha një gjë. Po. Dumani thotë që në Nxorën nga mjekësia ligjore sigurisht i smur rënd. Nurettin Dumani. A do vriste ai 15 veta? Jo. Se të ishte ende në burg. Po. Tani, a mundet të them unë në një logjik që pikërisht këta mjekë që e liruan mund t'jenë njerëzit cilët mund t'jenë bashkëfajtorë në këtë mes? S'mund ta them në këtë logjik, sepse ai thotë që unë e Nxora ashtu i pashkushtet. Dhe nuk e dinte që do vriste. Logjika. Nëse këto janë histori në Jo, janë shumë të vlefshme, sepse unë jo më kot kam vendosur që në episode të ndryshme të skenkrimit të trajtoj çështje të tilla që janë të natyrës që prekin direkt qytetarin dhe që sigurisht të herë zgjodhëm ekspertizat. Sokol, unë do rikthehem sërish tek ju. Tani avokat më thuaj. Gjyqtar të caktuar besoj. Gjyqtar të caktuar nuk mund t'i fusim të gjithë në një thes. Ekspert të caktuar. Si ndërtohet kjo lidhja mes këtij eksperti dhe këtij gjyqtari që në raste të caktuara kryen ekspertiza falso? E themi dot. Është shumë thjesht. Thjesht gjyqtari me vetdije të plot, korruptive e pranon gjë të tillë. Sepse ligji nuk ja thot një gjë të tillë. Ligji thot gjyqtari, gjykata ka të drejtë që të marrin ekspertizë nga ekspert të fushës, por nuk e ka detyrim që atë për të cilën ka vendosur eksperti ta bëj pjesë të gjykimit. Pra, nëse eksperti thotë që ky është stylografës. Po. Dhe gjykata e vëren, domethënë që nuk është stylograf, por stilograf. Po. Se ka drejtën fare që ta marrin parasysh këtë. Po, ti kështu e mendon si ekspert. Po. E thot ligji këtë. Dhe nuk e merr fare, nuk e bën fare pjesë të gjykimit, pjesë të gjykimit. Po, kodi i procedurës thotë shpërblimisht, gjykata dëgjon vendimin e ekspertit, por nuk e ka detyrim ligjor që ta pranojë katërcipërisht sugjerimin, dhe jo më kot tek raporti që kanë çdo ekspert tot konkluzioni. Sugjerimi im është ky, se ai nuk merr vendim. Vendimin e merr gjykata. E qartë. Dhe prandaj për ta bërë lidhjen që po më thua ti, lidhja është shumë e thjeshtë. Ky gjyqtari pranon që të korruptohet nga ky eksperti. Kaq e thjeshtë është historia. Po të dojë që mos e pranoj, nuk bëhet. Kur po thua gjyqtari pranon që të korruptohet nga eksperti, apo mund të ndodhi që dhe gjyqtari korrupton ekspertin, eksperti korruptohet nga gjyqtari, se ajo është më thjesht akoma. Ajo që the dyta fare, që gjyqtari të korruptojë ekspertin është akoma më e thjeshtë ajo. Unë po të them gjërat më të lehtë, më të vështirën. Është e thjeshtë fare, mos ajo urdhëron ajo në fund ditës, po e bëj banale fare. Ku gjen këta ekspertët? Po gjithë ekspertët e gjykatave janë të njohur nga gjykata, sepse ata janë në regjistrin e ekspertëve. Pa, vjen regjistrohen aty domethënë. Po sigurisht. Dhe ka gjyqtarë të cilët domethënë kanë ekspertët e tyre në një familje, dhe kur ti mund tenton ti sigjurosh një ekspert tjetër, i cili mund të jenë në regjistrin e gjykatës, më shumë gjasa s'ta pranon gjyqtari, sepse punon me 1, 2, 3, 5 ekspert, edhe mjaft, mbaron filmi. Mund të bëj një akt kundër ekspertimit të një. Po, ja kërkon pala. E kërkoj, domethënë, ka bërë Sokoli një akt ekspertimi dhe unë dua ta kundërshtoj këtë. Po kërkon pala, kjo është. Po s'kam lek. Ç'a ndodh tani? Kërkon ndihmën juridike. Sokoli e ka manipuluar atë. Kërkon ndihmë juridike në gjykatë dhe ai eksperti pastaj paguhet nga shteti. Paguhet nga shteti? Po sigurisht. Eksperti psikolog, eksperti topograf, cili do ekspert. Sa vlerë ka kjo kur e cakton shteti në raport me këtë që Sokoli po themi, po ndjer Sokoli që ka bërë një ekspertim, e ka bërë të manipuluar dhe po më dëmton mua, po marrim rastin tek një pronë. Po. Tek një pronë, nuk kam pronën time. Sokoli tani ngre pretendimin, bën një akt ekspertimi topografiku, di unë nxjerr. Po, e kuptoj. Ja jep të drejtën Sokolit. Unë tani nuk kam fuqinë dhe vjen një ekspert nga shteti. Tani, sa vlerë ka kjo në raport me këtë? Kur gjyqtari po marrim rastin që i ka kontaktet me Sokolin. O, tani ti po jep një rast hipotetik korruptimi. Korruptimi, këto po shpjegoj. Në momentin kur është një rast hipotetik korruptimi, nuk ka asnjë vlerë, më. Ai ka dashur të korruptohet, pra unë mund të të jap shpjegim në raport se si duhet të jetë, se si nuk duhet të ndodhi korruptimi, jo se si ndodh korruptimi. Ligji jon dhe ligji evropian e botëror e ka të caktuar ekspertin.
sepse ai gjyqtari nuk mund të jetë le të themi i gjithanshëm, gjitholog. Mund marrin pjesë edhe të jetë ekonomist, edhe të jetë psikolog, edhe të jetë topograf, edhe të jetë inxhinier. Sigurisht ai kërkon një uri të caktuar nga fusha të caktuara në raport me çështjen për të cilën ai do duhet të shqyrtojë. Por ligji ta thash edhe një herë tjetër, thotë shprehimisht nga anëri 222, 224 te i kodit procedurës, thotë gjykata nuk e ka detyrim që të shkojë sipas raportit të ekspertit. E keqja qëndron që në 99.99% të rasteve shkohet gjithmonë se çfarë thot eksperti. Ka rastis ndonjëherë avokat se i kam pyetje sepse këtë temë kam realisht vetëm kur e mendoj që drejtësia kthehet në armë kundër të drejtës së një njeriu të thjeshtë qytetar, a ke kap ndonjëherë realisht, domethënë ke pasa, me qindra. Që vjen aty me akt ekspertime falso, ëh? Jam jetë të shpjegoj një rast konkret, vetëm mos më detyroj të flas. Jo me emra, nuk dua emra. Dua fenomenin, po vetëm fenomenin dua. Nuk dua as emra gjyqtar, as ekspert. Shkoj në gjykat, ti kapi, shkoj në gjykat sepse një palë institucion publik nuk i paguan te klienti tim garancinë. Ka një afat punimesh, marrën punimet, ka dhe një garanci punimesh. Marrën dhe garancinë e punimesh, duhet ta shbllokosh atë garancinë e punimit. Është 5%. Po tani kur flet për shumra 1 milion euro, për shembull, garancia e punimeve shkatërfiu lek. Një qartë. Okej. Nuk e paguan institucionin dhe ti detyrohesh të shkosh në gjykat për ta vendosur një gjë të tillë. Dhe ti thua gjykatës, unë dua këtë garancinë e punimeve se nuk është zbatuar sipas kontratës. Në këtë rast ekspertin e kërkoj unë dhe i them unë për ta shpjeguar se sa lek është. Ajo dihet se është matematikë e thjeshtë, gjykata do duhet vendosë një ekspert kontabël. Okej, dhe deri këtu jemi në rregull. Vjen pala tjetër dhe thotë, shikoj, ne s'e kemi paguar këtia sepse ne kemi vërejtur, domethënë që punimi nuk ja bën rregull. Pavarësisht se nuk ka bërë as edhe një lloj verifikimi apo as edhe një lloj ankese gjatë momentit të garancisë së punimeve. Ky institucioni. Pra, ka kaluar ky afat. Dhe gjykata çfarë bën? Bëhet palë me institucionin dhe thotë, mirë thotë, meqense ti e kërkon kështu, thotë, atëherë ne do vendosim një ekspert tjetër, thotë, që të shkojë të kontrollojë atë është bërë puna apo jo. Pra kalon totalisht jashtë objektit të gjykimit. Dhe ti thua, dhe tepër akoma thotë, pala që ka ardhur këtu si paditse duhet paguaj ekspertin. Ta paguaj klientin, po. Dhe se kërkon ti, edhe nuk e kërkon, se kur e kërkon ti, po më do ta paguash ti. Ti s'e ke kërkuar atë, kupton? Dhe se kërkon ai thotë, do ta paguash ti thotë dhe del dhe jashtë objektit padis. Ja kitë gjyqtarë të tillë administrative të të rinderuar me lopat them. Me lopat. Po s'ke ç'a bën sepse jeni një rreth viciozi themun. Që ti nuk e çan dot mos se ti do shkosh prapë punosh aty. E qartë. Unë kam punën. Jetë nesër prapë aty. Jetë nesër prapë aty. Nuk mund të bëhesh armik me gjithë trupin gjykuese. Pavarësisht se ata, për shkak të atij vettingut që të thash më përpara, duhet i kishte çuar barinj tek ajo Akademia e Frida Kricës dikur. Jo më gjyqtar. Okej. Se u ndërtua jo avokat, ha? Po, me teorikisht po. Mund të kishim marrë dhe ne pjesë në një ditë, me qenë se e quam batut tu. Su me u bë Po jo më për kulturë, ta shikoni si funksionon. Ka barin në këtë vend sa duhet. Si funksionon. Barin suksesshëm. Okej. Përndetur tek çështja. Tani si e shikon këtë çështje Sokol kur e mendon që dhe pronat e qytetarëve bëhen objekt i dokumentave të akte ekspertimeve, të falsifikuara. Ç'më mendon se duhet ndryshojë në këtë histori? Sepse unë ndonjëherë mendoj drejtësinë si arma që i drejtohet mbi kokë qytetarit të ndershëm. Ja, duhet të kuptosh një gjë. Duhet të kuptosh korrupsionin në gjykata dhe të drejtën e një njeriu. Tani si ti ndaj to pak të më thënë ti analizoj. Ky është duhet të jesh në pikën është pak e vështirë me u shpreh në këtë forme, po do t'i detyrohesh vendimit e një gjykate. Të korruptuar gjithsesi. Do thuash si, do bësh vetë gjyqësi. Bëj. Do humbësh pronën, se me këtë luajnë. Do humbësh pronën, do humbësh dhe drejtën e lirisë. Edhe heqjen e lirisë. Deri këtu të çonë. Po kjo është historia. Nuk ka zgjidhje. Po nuk ka zgjidhje, kjo është. Jam prezent, domethënë nuk e di që do ma bëj këtë pyetje, po jam prezent në një proces gjyqësor ku haptazi i shkelet e drejta ti kujt edhe ende nuk jepet drejtësi. Nga ku shkelet? Prokurori gjyqtar? Nga drejtësia. Jo, është proces. Është procesi civil. Haptazi.
Haptazi ku pala e paditur nuk ka vajtur asnjë ditë në gjyq. Ora ti ke gjyqe, falë se atë këtu kalova. Ti ke gjyqet e pensioneve sot. Haptazi nuk ka qenë asnjë ditë në gjyq. Me idenë që unë e kam bler. Ti ke gjyqet e pensioneve. Çfarë do të them? Që për njerëzit mezi presin që të marrin pensionin. Pse e them këto? Sepse ka shumë njerëz që na dëgjojnë tani dhe na shikojnë. Po nuk ka turp më të madh më. Vjen ajo sigurimi shoqëror i SSH-s aty. Po. Dhe thot po, më thot ashtu është, sepse ti kur shkon te një gjyq pensioni ti shkon për një vërtetim fakti juridik, shkon me dëshmitare. Ky robi thot ka punuar me mua më. Dhe ka punuar në kohën e Enverit, dhe në kohën e Enverit ka qenë ligji i parazitizmit, që kishte dy gjëra. Ligji i parazitizmit ka thoshte ose ti do ishe në punë me detyrim, ose do ishe në burg, nuk ishe në rrugë tjetër në kohën e Enverit. O do ishe në burg, dhe tani kjo zgjidhet kollaj. E thua, ka qenë burg ky robi? Jo, s'ka qenë, po gjëse s'ka qenë burg, ka qenë punë ky. Se pa punë nuk lite. Mund të rrije një muaj vetëm. Ja, po ndryshe. Dhe ti shkon aty dhe i thua, moj zonjë, moj zotri, i thua dhe gjyqtari. Pasi dilje nga burgu mund kalojë një kohë pa punë. Po, jo. Pasi dilje nga burgu. Po, mos e fusin direkt në kooperativ. Ja, po ti ishe politik, do të linin të zvarrisnin ca kohë, domethënë që të vuajë keq, mos kishe para për të ngrënë bukë. Etj. Ti çon dëshmitarin që them ka punuar me mua në kooperativ. Dhe gjykata jep të drejtë. Po, i thot në rregull, ky duhet përfitoj pensionin të vazhdoj. Shkon i SSH dhe ka qenë aty, ma e ka kuptuar, shkon ata dhe e apelojnë. Edhe i them unë, po çfarë apelon? Po çfarë apelon? Çfarë po apelon më në rastin? Një të drejtë për të marrë pensionin që ka qenë punë. Ore, po çfarë po apelon? Po që të kalojë një 5 vjet në apel, se shiko ta them unë pse apelon. I SSH-ja nuk i ka kontributet brenda. Dhe kur i shtohet ky kontributi, se nuk është një, për 5 vjet i bie këtyre në qafë që mase edhe kur vdesin nuk i kanë arritur me i marrë ato pensione, por duke qenë se janë pa aftë me mbledh sigurimet shoqërore në bizneset e tjera, duke qenë se del me minus, bllokon historitë e këtyre proceseve ligjore. Kjo është fatale pas. Se ka një gjë. Çdo gjë mund të bëje në kohën e komunizmit. Po pa punë nuk mund të rrihet. Për ta mashtruar shtetin që ishe i smur dhe nuk punoje, nuk e bëja dot. Se ai shtet çonte edhe skizofrenët në punë. S'kisha këto I ekspertizë. jepte 2 orë pushim të pinte ilaçet, 6 orë të tjera do punonte. Nuk kishte ai shtet zero mundësi që ti të mos punoje. Bënte përjashtim, ndonjë grua që komunizmi në atë kohë e kishte lënë si pjesë e ndonjë familje borgjeze të cilën nuk e godiste, por kishte rënë në një paqe, por që mund të flasim me gishta në kohën e komunizmit, pra bashorte në ndonjë një artisti apo ndonjë që mund të vinte e huaj, ndonjë ruse etj, ose ndonjë që vinte nga ndonjë histori e tillë dhe që e linte si një grua shtëpiake. Por këto në gjithë Shqipërinë mund të ishin 10, 15, 20 në logjik. Në një Shqipëri me 3 milione ca banorë. Pra sot do duhet gjithë në pension. Po shkonim ne më pioner, shkonim pioner që 10 vjet mbledhnim pambuk atje nuk ishte mundësi që një forcë reale punëtore të rrinte te shtëpia dhe të shikonte të tjerët. Ai ka ndërtuar gjithë Shqipërinë me forca vullnetare. Gjithë Shqipëria është ndërtuar me forca vullnetare të papaguara. Kjo është logjika e komunizmit. Jo ti thua ti nuk pas ke punuar në kohë të komunizmit, po ç'a bëra? Burg s'bëra. Po. Kështu që detyrimisht kam qenë. Po punë, se ku? Dhe i mbaj varg gati nga 5 vite derisa që edhe ai mund të ndrojë jetë, ë? Nuk ka buxhetin, po nuk e ka buxhetin për shkak të minuseve më që merr. Për shkak të minuseve që merr, për shkak të dokumentacionit të djegur në këtë sistem, të 91-shit, të 97-s etj. Unë shkusur ka. Ku? Shkusur ka mos i qytetar. Nuk ta jep. Mezi sa jo ato lekë. Shkon në gjykatë administrative. Shkon në gjykatë administrative. Edhe shije. Ka vetëm një rast të një ndër emrave se e përmendi, por un kam vetëm një vlerësim në rastin konkret. Të një ndër emrave që përmendi avokati, të atyre të cilët e bën reformën në drejtësi. Jam dijeni të një procesi të një njeriu që ishte mohuar e drejta pensionit, me të drejtën e asaj kishte shumë pakjet
për shkak se ishte me smundje të keqe. Okej. Dhe një ndër personat cilët e përmendi, në emër të sistemit të drejtësisë i kërkoi falje që nuk ishte marrë pensionin. Dhe ja çarxoi po atë ditë. Pra ja dha të drejtë për ta marrë. Kur ishte në tjeni të saj. Pra, nuk mund t'i përgjithsojmë të gjithë në mënyra të ndryshme në logjikën e vet. Unë kam njohur shumë dosje ku pensioni mohohet në gjykata administrative, shtyhet pafund. Por jam gjithmonë kundra këtyre vendimeve. Për një arsye, e di fare mirë se kam jetuar në atë sistem. Kush nuk ka jetuar në atë sistem, nuk e di që ai sistem pa punë nuk lindte. Kur unë një fëmijë i brish duhet shkoja patjetër dhe ditën time të pushimit, ta bëja një ditë pune vullnetare, pra 7 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, si mundej një njeri pas moshës 18 vjeç nuk e çoni në punë të detyruar, do ta çoni se s'bën. S'kishte shanse. Nuk kishte shanse të ishe i papunë. Faleminderit. Përpara se ta mbyllim. Ekspertët. Okej. Dy gjëra të premisin. Ekspertët nuk janë kategoria më e keqe e gjithë këtij sistemi ton. E ktheve një herë misionin nga e para tek ati ku e nisa. Jo, është për ta sqaruar, jam shumë okay. Nuk janë, por bëhen në momentin kur ata pranohen nga gjykata për të bërë të tilla ekspertime. Ti mund të jesh i korruptuar si ekspert. Por që pate përpara një gjyqtar me kallëqete, me integritet, nuk e bën dot më. E kundërta ndodh. Dhe e fundit fare, për ta lidhur me këtë, ne vazhdojmë akoma të kemi një sistem, kod, procedure apo penal jashtëzakonisht shumë të keq, sepse pikërisht të lidhur me këto ekspertë, se kanë bërë ekspertime të cilët i kanë çuar njerëzit në burg për vite me radhë, se nuk po flas për ekspertime pronësore apo për burg, po për burg, se këto është problemi më i madh. Dhe kur vjen te çështja e burgut, ne akoma nuk kemi institucionin e mëshirës. Që do të thotë që kur se burgji shqiptar e din shumë mirë, domethënë të burgosurit e tyre se çfarë problematike shëndetësore mund të kenë. Ne këtu i lëm të burgosurit të vdesin, të japin shpirt tek roja e burgut o zotëri. Dhe nuk i japim një muaj, 3 muaj, 5 muaj, 7 muaj, 8 muaj mëshirë dhe ta lëm që të shkojë të jap jetë në pranë familjes. Kur janë në momentet e fundit të jetës. Mos më shiko kështu, po të them edhe një herë tjetër, raste pafund. Ke dëgjuar ti domethënë që vdesin njerëz në burg. Po unë po flas për vdekje, po flas për vdekje të cilat u vijnë për shkaqe shëndetësore. Zemër, kancer, më the tash. Ne akoma nuk e kemi institucionin e mëshirës. Dhe institucioni i mëshirës e ka presidenti, drejtori i burgjeve, ministri i Kush ishte ky? Presidenti? President nuk e? Po, a ishte jo më larg se 2 ditë më përpara i bëri thirrje Iranit që të marrë masat. Po prandaj u tëroi që Irani harrova. Këtë po e harrova, kërkoj ndjesë.